Të dashur qytetar dhe qytetare të dashur aktivist të lëvizjes për vendosje dhe simpatizant. Jemi të buar sot këtu në këtë takim shpejt për shkak të gjendjes të jashtëzakonshme që është kriju në vendin tonë. Si që dini gjithë ju, dje është nënshkruar një marrëveshje në Bruksel nga përfaqësues të kryeministrit të Kosovës dhe përfaqësuesve të Republikës së Serbisë. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një sukses shumë i madh për Serbinë. Dhe të njëjtën kohë është një humbje shumë e madhe për Kosovën. Kryeministri me vendimin e djeshëm hyn në një radhë me Veli Devën, me Sinan Hasanin, duke e kthyer pozitën e Kosovës në kornizat e Kushtetutës të vitit 1974. Kjo është diktaturë mbi ligjin dhe Kushtetutën dhe tradhtim ndaj interesave kombëtare. Politikanët e huaj, shtypi i huaj botnor e ka cilësu këtë marrëveshje si një fitore të madhe për Serbinë. Afrimi i çndrimeve të dy shteteve në raport me statutin e Kosovës ka qenë kusht që Bashkia Evropiane t'i mundsoj Serbisë dhënien e statutit të kandidatit. Tadiçi vetë thotë që Kosova nuk do të përfaqësohet si shtet. Ai thotë që marrëveshja është një interes shumë i madh nacional serb. Fusnota 1244 i garanton Serbisë sovranitetin mbi Kosovën. Serbia ka interes për këtë marrëveshje sepse kjo i ndihmon Serbisë, thotë Tadiçi, që përmes iniciativave rajonale të arrisë ndikimin e saj ekonomik dhe politik mbi Kosovën. Marrëveshja është pra një sukses i madh për Serbinë, sepse i hap asaj rrugën drejt Bashkisë Evropiane. Legjitimon ndërkombëtarisht Kosovën si pjesë të Serbisë dhe shtyn në pakufi procesin e njojeve të reja. Ky vendim arbitrar në kuptimin e shkeljes së normave është diktaturë mbi institucionet e Kosovës, ndërsa në kuptimin e shkeljes së vlerave kombëtare është tradhti sepse hedh hi mbi gjakun e qindra e mira dëshmorëve që gjenerat pas gjenerate kanë luftu për pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi fitoret e arritura me luftë popullit ton po i shet për interesat e huaja në paqë. Ai pra i plotson tani të gjitha kushtet për të radhit me Sinan Hasanin e Veli Devën dhe shokët e tyre, të cilët kulmin e karrierës politike e kanë arrit në vitin 1974. Kryeministri Thaçi e ka kthy Kosovën aty ku e sollën para 38 vite Sinan Hasani me shokët e tij. Edhe ata luftuan si Hashim Thaçi për bashkim kombëtar, për shtet, por përfunduan për shumicën e qytetarëve të Kosovës si tradhtar. Është e natyrshme që të huajt ndjekin interesat e tyre nacionale në raport me Kosovën dhe kjo është normale. Qeveria e Kosovës nuk po i ndjek interesat e saj në raport me të huajt. Po punon për interesat huaja dhe kundër interesave të Kosovës. Në këtë kohë vështirë për ne, për vendin ton, ne si qytetar kemi përgjegjësi të madhe
që t'i themi jo kësaj politike, që të angazhohemi, që të mobilizohemi, sepse kjo është një prej formave të vetme demokratike, të cilat vendit tonë mund t'i sigurojmë përparim. Në qoftë se në kohën e luftës, në qoftë se në periudhën e mahershme ka pas nevojë për secilin prej nesh që të angazhohemi në mbrojtje të interesave kombëtare, sot ka ardhur një kohë kur kjo detyrë është akoma më e rëndësishme se atëherë, për arsye se po luhet me interesat e Kosovës, për arsye se Kosova po kthehet rreth 40 vjet gati mbrapa. Kjo qeveri nuk na ka lënë mundësi tjera përveç protestave me shpreh pak knaqësinë tonë, për arsye se është ajo e cila nuk e pranon vendimin e deputetëve siç është çështja me reciprocitetin, për arsye se e shkel kushtetutën, për arsye se i shkel interesat kombëtare. Prandaj protestat janë e vetmja formë që ne si qytetarë të dalim, të protestojmë dhe të tregojmë që nuk pajtohemi me këto qëndrime që i ka qeveria jonë, qeveria e Kosovës. Prandaj mendoj që gjithë ne duhet me usjell me shumë përgjegjësi në këtë situatë vështirë, duhet të angazhohemi për t'i treguar kësaj qeverie ku e ka vendin. Protesta, siç e dini gjithë dhe ju, nga mjetet e informimit, fillon të hënën në orën 12 në Prishtinë. Unë mendoj që është detyrë secilit prej nesh, gjithë njerëz që i shohim, shok, miq, kushëri, prind, vëllezër, motra, të angazhohemi që t'i sjellim dhe të shkojmë bashkarisht në protest për arsye se po shkelen me të dy kamët interesat e vendit. Ne jemi organizuar këtu në Ferizaj dhe nisja do të bëhet prej vend para komunës me autobus në orën 10:30. Pjesa që kanë mundësi me udhëtu me automobila, udhëtojnë me automobila, por pjesa tjetër udhëtojnë me autobus. Ne kemi siguruar autobus e mjaftueshëm, prandaj është shumë e rëndësishme që të angazhohemi dhe që të shkojmë në mënyrë sa më masovike në Prishtinë. Kisha dhënë një lutje para se me dhënë fjalën Dardanit që para se të kur të përfundimi para se me shku në shtëpi, është mirë me u nënshkruar në listat për arsye se janë duke u mbledh 10.000 nënshkrime që çështja të cilën ka ngritur vendosja të shtrohet në Parlamentin e Kosovës. Tani fjalën e ka Dardan Molliçaj. Faleminderit. Mirëdita gjithëve. Shumë faleminderit që na keni japur mundësinë me bashkëbisedu. Unë do të përpjekem me qenë i shkurt po dhe përmbledhës për shkak se ka shumë zhvillime, por pjesa më e rëndësishme që do të jetë, besoj, do të jetë kur ju të filloni me fol në kuptimin e sugjerimeve, ideve, kritikave edhe në atë se çka s'kam thonën. Sepse mendojmë që kjo është pjesa e cila e zhvillon lëvizjen, e të zhvillu lëvizja është domosdoshme dhe pashmangshme edhe zhvillimi i Kosovës si shoqëri. Po shihet që gjithnjë më shumë kemi mu taku në momente të jashtëzakonshme dhe jo në momente të planifikuara. Për shkak se situata në Kosovë për ditë më shumë ka me qenë jo normale e jashtëzakonshme për shkak të veprimeve të cilat po ndodhin. Ka dallime thelbësore në mes të zhvillimeve që ka ndodhur në procesin negociator të Vjenës dhe atij që po ndodhin në Bruksel, përveç të asaj të kuptimeve të koncesioneve, ka dallime në aspektin kohor. Pevreni që ka një shpejtësi pa pame deri tash në raport me koncesionet me Serbinë, po një shpejtësi shumë pa parë deri tash në raport me privatizimin e ndërmarrjeve publike, qysh është Keku, Trepqa edhe PTK-ja. Para se me fol për çështjen e përfaqësimit rajonal dhe fusnotës, mendoj që është shumë e domosdoshme mi pas parasysh që krahas zhvillime politike për cilat po flitet gjithnjë më shumë, në Kosovë janë të ndodhur edhe zhvillime negative ekonomike dhe sociale. Sot çështja sociale është më e rëndë se gjithmonë deri më tash.
sot në Kosovë planet ekonomike dhe zhvillimi ekonomik është më keq se ka qenë prej përfundimit të luftës deri më tani. Pra nuk kemi degradim vetëm politik, po kemi degradim edhe social edhe ekonomik. I kanë shit gjitha ndërmarrjet shoqërore, e na e dim që Ferizaj ka qenë një prej qyteteve që ka pas shumë ndërmarrje të tilla, ka pas shumë punësim, ka pas shumë zhvillim, e sot para mendoni jemi në shtetin kinset pavarur e të lirë, e nuk kemi as ndërmarrje, as punësim, as arsim, as shëndetësi. Gjithë kjo ka fillu me idenë e madhe të cilët na pat ma gjepsur së gjithit për neve, ideja se privatizimi do ta zhvilloj Kosovën, do ta rrit punësimin edhe do ta bëj prodhimin shumë më efikas edhe më të mirë për qytetarët. Një privatizim i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë tashmë është përfunduar me disa raste të cilat kanë mbetur. Jo që nuk është zhvillu Kosova, jo që nuk është rrit numri i të punësurve, por ka ndodhur saktësisht e kundërta. Jemi më të varfër se sa mas lufte, jemi më të varfër se sa kur kanë ekzistuar këto ndërmarrje, jemi me më shumë njerëz pa punë dhe jemi me një arsim shumë më të dobët dhe me një shëndetësi ende edhe më të keqe se sa ka qenë përpara. Ky moment është momentin ku ne duhet mu vedisu e jo me vazhdu tashmo edhe privatizimin e ndërmarrjeve publike. Pra, me i besu ides që privatizimi do të sjellë zhvillim në kuptimin e privatizimit të ndërmarrjeve publike, përderisa kemi një dështim të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, është e papranueshme dhe shumë e rrezikshme. Këta kanë plan me shit, sepse përmes shitjes kanë përfituar më shumë. Ju jeni dëshmitar, sidomos ju që një gjenerata më tjetra, se sa vlerë kanë pasur ndërmarrje e për sa parë i kanë shit. Sa më lirë që i kanë shit ndërmarrjet, qaq më shumë kanë përfituar politikanët e caktuar. Sepse përveç vjedhjeve direkte të buxhetit, vjedhja më e madhe ka ndodhur përmes shitjeve të nderave, ku i kanë jepur me çmime të lira e parët i kanë marrë në mënyrë indirekte përmes blerësve. Po dojnë me shit ndërmarrjet publike për shkak se nuk po dojnë me pas Kosova potencialitet të zhvillimit ekonomik një anë, e po ashtu po dojnë me privatizu për mu pasuru për veti. Sepse kush o privatizu me kush është pasuru me privatizimin ndërmarrjeve shoqërore. A janë pasuru punëtorë që janë aty? A janë pasuru brezat e ri që janë punësu? A është zhvilluar shëndetësia arsimi? A janë pasuru politikanët, të cilët i kanë gjipat që ja keni qitë ju kryetarit komunës të, e i kanë shtëpiat më të mira që i kanë pas najherë, e i kanë edhe më të mira se sa të vllazërve, të babave, nonave, të motrave që i kemi në diasporë. Më të mira i kanë shtëpiat ta se ata që kanë punuar që 3-4 vjet jashtë. E po dojnë hala ma shumë me fitu, e hala na ma shumë u varfru. Pja marrë veç shembullin e privatizimit të distribucionit kekut, që mendojmë që është shumë i rrezikshëm, e masanej po kalojmë të situata politike e shumë shpejt të pyetjet e juaj. Mu privatizu furnizimi, për shkak se qytetarit ja mundson që ai me zgjedh se për cilës kompani po do me blerë rrymë. Një rast shumë i mirë është Anglia, ku edhe përmes internetit e zgjedhin furnizuesin. A 5 cent, a 3 cent, a 7 cent kilowati energjisë elektrike. Edhe Kosova, në rastin më të mirë, kish pas nevojë mja privatizu ofertat. Pra, me kon tregu i hapur, që mos mi pas na vetëm një shitës, po me pas shumë shitë që na me zgjedh dhe në këtë mënyrë edhe me ra çmimi i kilovatit për rrymë. Këta po dojnë me shit distribucioni, i cili është monopol. Distribucioni është rrjeti, shpërndarja. Këta po dojnë me shit pikërisht këto, sepse s'mundu me ndërtu edhe 2 rrjete tjera. Ekonomia tregut, ligjet e ekonomisë tregojnë që kur prodhuesi, tregtari ose ndërmarrësi për qëllim kryesor e ka fitimin. Pra kur dikush fillon me një dyqan, me një fabrik, me një tregti, qëllimin kryesor ka me fitu për veti. E para mendoj e tash që ka ndodhur në një rast kur dikush ka diçka që është e pazavendësueshme. E qëllimi ka fitimin. Për me di që ndodhë është rasti Shqipnisë. Shqipnia e ka privatizu distribucionin, e ka marrë kytësec grupi atje. Për çdo vjet i ngrit çmimet, edhe thotë që unë s'muna me shpërnda, po më kushton shumë shtrajt, po kam shumë prishje, po kam shumë intervenime, shumë punëtor, edhe tash me qenë se ajo është e privatizu, ma i vendos vetë. Treg lirë nuk ka, që me thonë tjetëri nëse te rritën e bi ma lirë, edhe çka bën qeveria në Shqipni? Nuk mundet me lënë
rritjen e çmimit mi pagu drejt për drejt qytetarit. Se shtash kemi 5 cent Kosovë kilovatin, para mendom na bosh 7, ngritet pak nacia. Njëjtë kish ndodhur në Shqipëri. Ç'a bojnë ata? Çdo rritje dhe çdo dallim në rritje që ndodh në rritjen e kilovatit të rritjen e energjisë në Shqipëri e pagun shteti. Për mes mi marr vesh drejt për drejt qytetarit, thotë që ta 2 cent për kilovat, në fund vitit i paguajnë. Po kushtu i marr parë shteti. Të kujt janë ato parë? Ato janë paret e secilit prej njerëzve në Shqipëri, e secilit prej njerëzve në Kosovë këtë rast. Edhe nuk është që veçin paret tona, problemi është që paret tona nuk po investohen ta zëm në arsim, shëndetësi, bujqësi, në prodhim diçka, po çaj dallim i pareve tona po shkon si fitim i një individi të cilit na e kemi shit si shtet. Që ky është rreziku i arshëm për kekun. Nuk po dojmë shit kekun si këtënësi, po mas pari po dojmë shit si distribucion, pastaj si miniera e në fund si tërsi. Vetëm edhe këta për kekun, besoj që disa vë juve dhe keni pas rastin me dëgju, në këtë vet keku ka dalë me fitim. Pavarësisht këtë humbje vjedhë që po ndodhen, këtë vet keku bilancin e ka me fitim. Që 10 vjet thanë s'po bën, kemi humbje, për ditë jepshin pare, investojshim, pse e bon tash me fitim? Sepse s'pe e blen kërkush. Po dojnë mja bof kompani fitim prurse e mja jep privati. E nëse është kompani fitim prurse, pse tash mja jep privati, tash pimojnë për shtetin ku përfitojmë tonë. Po dojnë me bof fitim prurse, mja rrit pak çmimin edhe me përfitu për veti. Njëjtë edhe me trepçen, njëjtë edhe me PTK-n. Por degradimet sociale ekonomike të lidhura ngushtë me degradimet politike. Këta të cilët pranojnë fillimisht me një negociata, sigurisht që do t'i pranojnë secilin rezultat. Pra, nuk është rastësi që ka ndodhur pranimi i fusnotës. Nuk është të qysh që tha Glau Gumbrom nëse keni pa aksident. Po është saksisht rrugë në për të cilën ti ki pranu më shku. Ti ki pranu që po nisësh më shku pej Prishtinën në Frejzaj, dhe tash më kime më rrinë Frejzaj, se nisë qasaj rrugës, më dush me unë rasisht më rriva në Frejzaj, se që anë e nisë. Edhe këta e kanë pranu këto para prakisht se i kanë pranu negociata. Marrëveshja e fundit është marrëveshja shumë e dëmshme për shkak se përveç që kemi degradu, kemi zbrit mbrapa. Pra se dej tash u kon kjo ideja se tu jep, në fund fitoj. A manin man, ta pranojmë rezolutën 1244, ta pranojmë rambujenë se në fund po e Serbia e mirë bëllë. Pra nuk ndodhi çlirimi. Thanë, ta pranojmë planin atisarit, ta pranojmë me ndru flamurin, të pranojmë me ndru hymnin, e të pranojmë me bo privatizimin, se në fund thanë, ku të vjen pavarësia, ne i regullon krejt këtu. Ta shpishojmë që pavarësia që sërdh që shishdash me ardhë, nuk po ne i regullon, po ne i prishtë të tjerët. Ta shpëthojnë, ta pranojmë me pavarësu, me përfaqësu Kosovën me 1244 dhe mendimin e Gjenedes për deklaratën e pavarësisë, se përfitojmë integrimit evropian. Pa pivreni që sarë kemë thonë që shtu s'kem po. Pra ka pas degradim. Sepse nuk mund është ti më avancu të nëshu pe. E tha shumë mirë se në artonë kema herë të Novëbërd, njoni pre antarëve aty, tha, këta mrena deklaratës për i thojnë 2 sena ndryshme. Njëherë tha po thojnë që me qëtë rezolut, edhe me vendimin e Gjenedes, ka mu rrit numri njohel, kema avancu, po shkojmë be, e në fund fjalis po thojnë është kompromisi ma i dhemë shëmi moqë. Jo, nëse kemi ecë për para, së është kompromis. O kemi ecë për para, o jemi shku për mrapa. Po këta po lujnë me dyjat, që me na thonë që është vish mirë, na bohëm shumë nervas. Po herë po thojnë është mirë, e masane po thojnë është edhe keq. Që me thonë njerës, s'po dija mirë a keq. Si shkon shumë mirë, ta më thonë që vish mirë, ose vish keq, e na këshim marrë vesh. Këta nuk po dojnë me e qartësu popullin. A manin manë ku ndodhen shtu demonstratat e 14 janarit edhe të 22 janarit, që ju shkejt këta politikantë edhe mediat e tyne, thëshin jemi kondër populli po polarizohet, është shumë e rrezikshme, s'bën mi polarizu popullin. Në fakt, nuk u polarizoj ke populli, se nuk u rrek kur një qytetar me një qytetar tjetër. Nuk u vra kërkush me kërkoni. Po është polarizu populli me pushtetin. Kjo që kjo dhim. Sa diçka i bjen polarizim, i bjen 2 qoshe, ose 2 skaje, ose 2 momente. Bardh edhe zi. E si të është situata bardh edhe zi, kundërshtimi është shumë herë më i madh. Një ndër arsyet pse njerëz nuk kundërshtojnë, nuk veprojnë, është se nuk e kanë qartë. A është mirë, a është keq, a është kompromis i dhëmshëm, a është ecje përpara.
E na, si vetëvendosi, mendojmë që është e domosdoshme mu polarizu senat, mu marrë vesh e bardha për të zezës, edhe masaneke ma letë me reagu. Pse është problem që kjo fusnot? Përveç që na hek Republiken, e na bën të pa barabartë në tjertë, edhe na përfatson neve si një pjesë e një territori i cilin fakt është pjesë e Serbisë tashmë. Se fjalia e parë thot pa paragjykimin e palë për status. Pra statusi i Kosovës tashmë nuk dihet çfarë është. Mund të jetë pavarësi, mund të jetë në Serbi, mund të jetë autonomi, mund të jetë gjithçka, po nuk dihet çka është. Këta po thojnë që edhe deri tash na jemi përfaqësuar me UNMIK-un. Është shumë mirë që tash po ekut UNMIK-u. Këta po thojnë që edhe deri tash çështoj jemi kon. Ma shtallë kon çështë. Po problemi është se tash ti vetë po thu që unë jam çështë. Dikush mund të më thonë që ti je budall, ti je i pameqen, ti je ki këto. Po nëse ti i thu vetit, ky është një ndryshim shumë i madh. Sa atëherë s'ka nevojë më thon kërkush se ti i thon vetit. E me këtë rast Kosova ka pranuar që nuk është shtet, edhe ka pranuar që na jemi formalisht, po jo dhe praktikisht pjesë e Serbisë. Po ky është problemi vetë. Problemi hala më i madh që e kanë mshef, e kush e ka ngu pak më me vëmendje ose ka pas rastin me ngu, është që na nuk është që vetëm do të përfaqësohemi këtë fusnot, po na edhe bashkëpunimin do ta bëjmë me fusnot. Çfarë bën kjo? Nuk është që po na ndrojnë veçemnin, po na ndrojnë edhe substancë, edhe karakterin. Në çdo marrëveshje që do ta bëjmë me BE, me OKB, me organizata ndërkombëtare, me shtetet që s'na kanë njohur, nuk kemë bëu marrëveshje ku shkruan Republika e Kosovës me Republikën e Spanjës ose Republika e Kosovës me Bashkimin Evropian. Po Kosova me fusnot, ku është 1244 mendimi i GND-s për pavarësi. Pra, na gjitha marrëdhëniet e ardhshme me shtetet do t'i krijojmë si jo shtet. 88 shtete që na kanë njohur i kemë qitë noi. Vanë si me rrit numrin, tash na aty në parëndësishme. Edhe një moment tjetër që e ka thonë Thaçi ose kryeministri, e që mendoj që duhet më pas qartë është që ai tha në Rubikon i natë para marrëveshjes tha Kosova nuk çon pa përfshi deklarata pavarësisë. Tha ky duhet 44 që është i vdekur, mendimi i GND-s është pozitiv, edhe deklarata pavarësisë ai kanë punë shumë. E para nuk është e vdekur, se më vonë e vdekur se kishin pru. Pikërisht është shumë e gjallë e kanë pru. Se në koftë është e dekshëm, pse pe kundërshton, pra, pse s'po thu qete. Pse pe shtin edhe deklaratën e pavarësisë. Në koftë e dekne, pelojnë veç Kosovë 1244, ajo e dekne edhe shumë mirë. Po ky po do më thonë që është e dekne. Po për m'ju kallëzuar që ka hek dorë edhe deklaratën e pavarësisë, është se në fusnot kush e ka lexuar, besoj që shumica janë veç dy elemente, nuk janë 3. Është pa paragjykimin e palë për statusin, që fillon fjalia dhe janë në përputhjet e plot me rezolutën 1244 dhe mendimin e GND-s për deklaratën e pavarësisë. Me pa qenë 3 elemente që po të thashë i shkon kështu. Pa paragjykimin e palë për statutin, në përputhjet e plot me 1244, mendimin e GND-s dhe deklaratën për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Që ky është elementi i tretë. Na e dim gjithë se mendimi i GND-s okon për pavarësinë, nuk okon për kekun ose për verim. Por veç që kanë shpreh. E futja e deklaratës së pavarësisë në kuadër të mendimit të GND-s është përputhje me rezolutën 1244. Se pyetjen që ja ka shtruar Serbia në kodin ndërkombëtar është kështu. A është shpallja e pavarësisë së Kosovës në kundërshtim me rezolutën 1244? Edhe përgjigjja e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është se nuk është në kundërshtim, po nuk është përputhje. Po ajo është shumë e gjatë ai parteksti dhe diçka thotë. Popujt kanë drejt me vendosur a shpallën se shpall. Nuk ka ligj ndërkombëtar, kështu që thotë është legjitime ose është legjitime. Populli organizohet dhe shpall. Por veç ka thonë që s'është në kundërshtim, po jo në përputhje. Pra, Kosova 2 herë kanë shupe. Një herë që pranoi me hek Republikën e mu paraqit në fusnot, e masaj që pranoi me hek edhe deklaratën e pavarësisë. Na i kemi ftu edhe LDK-n, edhe AK-n në takim të hanë. Formalisht me letra i kemi shkruar kryetarit të LDK-s, kryetarit grupit parlamentar të LDK-s, në kryetarit të AK-s dhe kryetarit grupit të AK-s, ju kemi thonë grupit parlamentar, e janë i takuam, diskutojmë për zhvillimet politike me theks veçantë për këtë situatë, në ora 3, nëse është problem ora, ju lutem na tregoni cilën do orë dhe në cilin do vend. Nuk na u kanë përgjigj, masane ka ndodhur një takim i ndarë i visarit me
kryetarin e grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqirin, e pastaj edhe me Ahmet Asufin si një kryetari i Aleancës për Anëmarrjen e Kosovës. Ata kanë thonë që jemi kundër, që kanë thonë publikisht, kanë thonë që jemi të interesuar me bashkëndu aktivitetet, por thanë është mirë me prit derisa ndodh marrëveshje. Na i pritëm, insistum, kemi filluar me marrjen e nënshkrimet, i kemi marrë të veç 15, 12 të vetë vendosjes, njëri Aleancës dhe 2 të Lëvizjes për Bashkim, në të gatshëm, po vetëm 15. Mendojmë që është mirë me bashkëpunu, por ta keni parasysh që ata nuk po dojnë. E pse s'po dojnë, janë 2 arsye sipas mendimit tonë. E para është që këta janë të përfshirë në negociata. Negociatat e Brukselit janë negociatat e Vjenës, negociatat e Vjenës janë negociatat e Rëmbojës. Nuk kem këtu që kanë shpik rastisht, por është një historik i tyre. E këta kanë qenë të dy palët. Edhe i kanë do me katët. Se tash po shije që sofon një që kem shupe. Se sarë që po në shojnë pe, apet po du të në shupe. S'ka një në shimë të fundit. Nëse e manin man, bele deklarimet kanë qenë, 2007 është kompromisi i fundit i Kosovës plani atësarit. Po, tash po na vinë hala ma shumë. Edhe e dyta është që kush ma shumë e kush ma pak, edhe këta janë të korruptuar. Politikanë. Edhe këta qa po dojnë me bu. Presioni i antarësisë LDK-s dhe AK-s është shumë i mandaj partisë. Pra janë shumë pak knaqen antarët e tyre. Janë të menu si menojmë edhe na. Edhe si menojnë secili qytetar ku do që është, s'u mund me mendu ndryshe. Përmes me hupa antarësinë, po dalin televizion e po folin shumë rreth. Shumë kundër. Po për mos mu rreziku mu prish me ndërkombëtar, nuk po bojnë bash asnjë veprim. Pra, se nuk ka kuptim me fol qaq kundër, e mes mi organizu asnjë seancë jashtëzakonshme. Po dojmë me fol kundër me qetësu antarësinë që më thonë na e mendojmë si jo, e mes me vepru kur gjë që mos mu prish në ndërkombëtar. Pse këta nuk janë të gatshëm mu prish me ndërkombëtar? Jo në kuptimin mu prish, po mu ballafaqu. Se këta s'janë të hidisur. Ta keni parasysh marrëdhëniet e subjekte politike në Kosovë, edhe qeverisë, nuk janë marrëdhënie me ndërkombëtar. Janë servilitet. Marrëdhënia është kur ti të respekton. Shok e ki edhe ata që spajtohesh. Nuk mundesh me thonë unë shokin e kam veç kur pajtona 100%. Bile shoku i vërtet është me ata që spajtohesh. Edhe miku i Kosovës, do të më thonë me ata që spajtohesh gjithmonë. A kur pajtohesh gjithmonë ti nuk e ke shok, nëse ti pajtohesh me ta e shefi yt, ti je servil ndaj tij. Ti pra je i përulur ndaj tij. E këta nuk dojnë mu acaru marrëdhënia me ta, sepse shtylla që i mon këtu partia është se këta thojnë kështu jo, dini. Na nuk vjellim sa këta tjerë, për shembull partitë opozitare. Jemi pak më të mëshëm se këta, po neve na dojnë ndërkombëtarët. Na i kemë mirë me ndërkombëtarët. E boni ja u prishë që i kanë mirë me ndërkombëtarët, po thonë lesa astas po i kanë çan. Për që këta pe i ruhen shtifar tensionit, ju e pa që është LDK e herë dul shumë mirë, ku dul delli foli pa lidhje, masanej LDK janë mbram në shëvish një komunikat, edhe në atë komunikat tha që jemi kundër përfaqësimit me Republikë, por tha jemi për miqësitë përhershme me SBA-n në Bashkimin Evropian. Kush s'është kundër? Po që kjo s'është miqësi. Edhe tha që nuk bëni kurfar veprimi, kurfar diskutimi, madje s'majti as konferencë për shtë. Situata në Kosovë është situatë e tensionuar. Ka energji shumë të kundër procese. Po nuk ka organizim dhe nuk ka veprim. Pa e përmbys qëta, pa e kalu, te veprimi nuk ka ndryshim. Unë e mbylli me ata cilën do shta me thonë se di që ka me pyet dikush e flasin prap, po pse ndërkombëtarët një herë një mund mi shpallë pavarësinë tash na kanë çu kundër. Politika ndërkombëtare është politikë e stabilitetit, jo e drejtësisë. Kush mendon jo e du Kosovën, e du Shqipërinë, e du Serbinë, e du Maqedoninë. Në botë ekzistojnë popull ma të shtypun, ma të varfun, shumë se na, në Afrikë, në Azinë, në Amerikë Latinë. Nuk ndërhyjnë botat. Nuk ndërhyjnë se s'kanë interesa strategjike, po nuk ndërhyjnë para se gjithashtu sepse s'ka konflikt. Bota ndërhyjnë aty ku bëhet konflikti. Edhe në Kosovë, para se gjithashtu kanë ndërhyjnë se s'do që mu përsërit Bosnja, se u bon kushtimisht që sot populli hor këtë kjo fuqi e NATO-s u vran me qindra njerëz, me mijëra njerëz në Bosnjë, në Serbinë, në vende të tjera. Pse tash nuk po na përkrah? Pse tash na s'pe përkrahin vetë? Pse na tash e kemi varë politikën e individ? Ma e pak
qëndrim parimor edhe të mbrojtje shtetit ka shim thashë se qa Gjermania. Gjermania theke nuk bën me hi Serbia me marrë kandidatin në statusin e kandidatit për BE Serbia, derisa të hek dorën nga Kosova, të hek strukturat e saj dhe maj këtë qëndrim shumë parimor. Edhe a din të i kur e majtin, deri në ditën kur kryeministri Kosovës dule dhe tha që na do të pranojmë përfaqësimin e Kosovës me 12-44 në mendimin e GNDS dhe deklaratën e pavarësisë. Pe ati momenti, nesër ndodhen negociatat, një ditë mbrapa, Westerwelle, ministri i Gjermanisë shkojnë në Beograd edhe ndroi. Se s'ka kuptim me mbrojt qëndrim më të mirë Gjermania se sa ti. Se po thojnë, tash nështë ka ndru bashkësia ndërkombëtare, nuk ka ndru. Që një rast fundit, se s'ka ndru dhe pse na kish përkrape. A e manin man se për 10 vjetë na kanë thonë që s'bën kur qysh me hi me policinë veri. Kur theke ka njerëve të vendosë, luft, nuk bën, duhet me paqe, duhet me zhvillim ekonomik, po, me dyja duhet, po duhet edhe me polici. Kur intervenoi policia e Kosovës në 25 korrekt si vendimi i qeverisë Kosovës, unë e majnë man deklaratën e parë të State Departamentit Amerikan. E besoj që në kush për juve e majnë man, ka qenë kështu tekstualisht. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran. Gjitha shtetet e pavarura dhe sovrane kanë të drejtën e tyre për me e shtri sovranitetin dhe integritetin territorial në territorin e vet. Veprimi i qeverisë Kosovës nuk ka ndodhur në koordinim me SHBA-n. Pra nuk janë konë kundër, nuk të kanë dalë për fuqishëm, por kanë qenë neutral. Që në fakt janë konë me ty, se ti e konë të vepru. Me pa vepru pala Kosovës. Në këtë rast e kishte pas mbrapa. Po ta po në shojnë pe, ta jenë të interesuar me mirë pushtet, çdo presioni i shojnë. Fond, nuk ka presion Kosova. Nuk ka presion qytetar. A e keni një në jonin për juve që X ndërkombëtari na ka thonë që nëse Kosova nuk e pranon këtë rezolut, do t'i kput marrëdhëniet me neve. Do të heqim dorë për kësaj. Kemi një që është mirë me pranu, kemi një që është avancim, por nuk i kemi një presionet që ja kanë bërë politikanë. Pra nuk u kon presion populli, nuk u kon presion Kosova, por është kon presion politikanë. Pse? Se ta i funksionon presioni. Vetë vendosi s'ka bërë kërkush presion. Se kanë ditë që s'funksionon. Presioni bëhet aty ku dihet që tashmë funksionon. E unë mendoj që kjo është shumë lehtë përmbyset në momentin që ka vetdije, angazhim dhe veprim të njerëzve në Kosovë që janë të pakënaqur, që mund të organizohen përmes vetëvendosjes ose përmes organizimeve tjera. Në momentin kur na do të jemi aktiv, atëherë do të vijë. Në momente tjera, bota do të jetë për krah të tjerëve të cilët veprojnë. Serbia po vepron. Serbia tha, një ditë po bëu marrëveshja, situata thos është hiç mirë, unë nuk kam shpresa që do ta marrim statusin e kandidatit, dashur mi kallzu krejt botës që nuk kemi gatshëm me hek dorë për Kosovës për me marrë statusin e kandidatit. E pikërisht ku ti tërheqën rrobat ata thonë hajde. Serbia tha, unë e du edhe Kosovën edhe Evropën, edhe djetë dhe Ultadi që tha, e fitum edhe Kosovën edhe Evropën.